Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Prokuroria e posaçme mbyll hetimet për ish-presidentin Ilir Meta dhe ish-bashkëshorte Monika Kryemadhi, ju komunikohen zyrtarisht akuzat. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë deklaron zgjedhjet u vlerësuan me standarde nga ODIHR, kush ka pretendimet i drejtohet institucioneve. Stërvitja më e madhe e vitit 2025, Defender Europe nis nga Shqipëria, mira forca ushtarake bashkëpunojnë për mbrojtjen e përbashkët të kontinentit. Mungesa e sigurisë ushqimore rrezikon shëndetin e qytetarëve, ekspertët thonë se autoritetet kujtohen për kontrolle vetëm kur flasin skandale. Ish-presidenti Ilir Meta dhe ish-bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi ju komunikuan këtë të marrë zyrtarisht akuzat. SPAK ka njoftuar se ka mbyllur hetimet për kreun e Partisë së Lirisë, i cili akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të ardhurave. Në një mesazh audio nga qelia, Meta i quajti SPAK-un në organizatë kriminale në shërbim të Edi Ramës. 6 vjet pasi u vu nën hetim, ish-presidenti i vendit Ilir Meta dhe ish-gruaja e tij Monika Kryemadhi merren të pandehur nga SPAK. Prokuroria e posaçme përfundoi hetimet për dosjen Çezdia dhe për lobimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në atë kohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga hetimi pasuror që u vu nën lup nga SPAK, ky institucion përpiloi akuzat korrupsion, pastrim parash, fshehje dhe mosdeklarim të ardhurave. Akuzat fillimisht ju komunikuan ish-deputetes së kuvendit Monika Kryemadhi, ndërsa rreth orës 14 SPAK ja njoftoi ato edhe Ilir Metës. Sapo u njoh me 3 veprat penale që e mbajnë në qeli prej datës 21 tetor, ish-presidenti hodhi një lumë akuzash përmes një telefonate nga burgu. Mezi po pres të shkoj që në rast parë t'i uroj për test e 3 mandatet që i dhanë me task force-ën e tyre kundër opozitës. Por ikosisht edhe me task force-ën e tyre për të mos vepruar kundër terroristëve elektoral në këmbim të mandatit që ata presin nga Edi Rama që t'jenë të përjetshëm. Nuk mund të ekzistojë procesi juridik në një kohë kur çështja ngrihet mbi themele politike, thot avokati i Metës, Kujtim Cakrani. Ky do jetë procesi i shekullit që të kuptojnë dhe shqiptarët që kjo prokurori po ka bërë inkuizicion ndaj presidentit të Republikës dhe kjo gjykat vendos çfarë kërkon prokuroria. Se ju keni qenë dëshmitar të të gjitha veprimeve ndaj zotit Meta, ndaj rrëmbimit që është bërë aty në mënyra sjelljes së qasjes. Ish-bashkëshortja e Metës, Monika Kryemadhi, me të cilën procesi i divorcit është kryer gjatë kohës që ish-presidenti ka qenë në burg, u njohe para me akuzat e prokurorëve. U sipas SPAK-ut për heqjen e mitrës kanë bashkëpunuar me Ilir Metën. Kryeprokuror BKH Edi Rama është. Akuzat do të komunikohen edhe personave të tjerë të përfshirë, Ema Çoku e Piro Xhixho. Në ditët në vijim, SPAK pritet të dorëzojë dosjen në gjykatën e posaçme. Sipas ligjit, gjyqtari i hetimeve paraprake që për ish-çiftin është Erion Çela, ka kohë 5 ditë për të caktuar seancën e kalimit apo jo për gjykim. Sotir Klapi, prokurori i çështjes, pretendon se Ilir Meta kur ka shërbyer si ministër energjetike në vend që të monitoronte mbledhjen e borxhit të prapambetur të faturave të energjisë në dëm të kompanisë ÇEZ, në fakt përdori pushtetin që shlyerja të bëhej përmes shoqërisë Dia, e cila nuk i përmbushte kriteret e domosdoshme ligjore për të kryer një shërbim të tillë. Sipas SPAK, administratori i kësaj kompanie Kastriot Ismaili fitoi rreth 6.5 milionë euro. Bashkimi Evropian apelon që të nisë sa më parë puna për një reformë të thellë zgjedhore. Përfaqësuesi i Brukselit në vendin tonë, Silvio Gonzato, thotë se gjithçka duhet bërë sipas rekomandimeve të ODIHR. Pavarësisht problematikave, procesi sipas ambasadorit ishte me standarde dhe partitë që kanë pretendime duhet i drejtohen organeve përkatëse. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato nga Korça kërkoi miratimin e një reforme gjithëpërfshirëse zgjedhore në Shqipëri, në përputhje me rekomandimet e bëra nga OSBE ODIHR. Ka pasur një deklaratë shumë të qartë nga Brukseli dhe është një element që unë dua ta përmend, që unë e kam shumë kryesor, siç e ka thënë edhe përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas. Është koha tashmë që qeveria shqiptare, por edhe parlamenti të miratojnë një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, e cila të përfshijë të gjitha rekomandimet e shkuara dhe të
tashme nga OSBE ODIHR. Rezultatit dhe përgjegjësia bien mbi qeverinë që të ndërmarrë të kryejë këtë reformë kaq të gjerë, sepse me patjetër që i ka numrat. Nga ana tjetër është edhe pritshmëria e shqiptarëve, duke qenë se Shqipëria është në këtë rrugëtim për të futur në Bashkimin Evropian. Gonzato vlerësoi ndërkohë edhe bashkëpunimin mes KQZ-s dhe SPAK për zgjedhjet e 11 majit. Në lidhje me atë çfarë patëm, kemi një raport të OSBE ODIHR-it i cili pasqyron se si kanë qenë këto zgjedhje, ndërkohë që i ka njohur me standardet. Ndërkohë që përmenden edhe çështje si përdorimi i burimeve publike, por administrimi i zgjedhjeve është përgëzuar nga raporti OSBE ODIHR. Dhe po e theksoj që kjo është diçka e cila duhet trajtuar nëpërmjet një reforme gjithëpërfshirëse në të ardhmen. Dua të vlerësoj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për punën që ata kanë bërë, prokurorinë e përgjithshme SPAK-un, që do të thoja ka qenë një bashkëpunim ekzemplar. Përsa i përket qëndrimit të opozitës për mosnjohjen e zgjedhjeve dhe pretendimeve për vjedhje masive të votave, diplomati BE-s tha: Çdo parti e cila mendon apo ndjen se ka pasur parregullsi, patjetër le t'i raportojë ato e të ankohet te organet përkatëse, që janë organet që administrojnë zgjedhjet dhe natyrisht edhe tek organet e tjera përkatëse. Kjo është mënyra se si duhet të shkojnë gjërat. Gonzato deklaroi ndërkohë se partitë politike duhet të punojnë për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sali Berisha ka thënë këtë të martë se betejë kryesore e opozitës në parlament do të jetë ajo për votën e lirë. Kreu Demokrat vjoi akuzat në Edi Ramos që sipas tij ka përdorur bandat kriminale për të marrë vota. Të njëjtën Partia Demokratike do të jetë në parlament për të denoncuar procesin zgjedhor të 11 majit, të cilin Sali Berisha e cilëson farsë elektorale. Gjatë një komunikimi me gazetarët, kryetari i Partisë Demokratike nuk dha detaje për aksionin e opozitës në kuvend, por deklaroi se PD në këtë javë të fundit të këtij parlamenti ka vetëm një mision, denoncimin e zgjedhjeve. Opozita në parlament do të denoncojë me të gjithë forcën e saj farsën elektorale. Në këtë dalje para gazetarëve, kryetari i Partisë Demokratike Berisha denoncoi zgjedhjet në Vor, proces në të cilin sipas tij u përfshin edhe bandat kriminale. Berisha shfryzoi edhe raportimet e mediave ditën e zgjedhjeve nga Vora, mes të cilave edhe raportimet e Vision Plus për të mbështetur akuzat se bandat ndikuan në rezultat. Si quhenit lutem edhe Albert Xhabafti. Xhabafti, ju votuat? Po shkosha për të votuar, edhe e pet që po shkoja për të votuar dhe përmend emrin në syt tim. Do vini të votoni tani? Po, do votoj. Hajde. Okej, po ju ndjekim. Mos e keni. Mund t'ju ndjekim me që se keni ardhur. Si media për ta ndjek procesin. Jo, zotria. Me që jemi media, dilni dhe pyesni një qytetar të zotria. Me guxim e demaskon e nxjerr mashtrues, tregon se ai është gjindarmi i zgjedhës. Nga e India, Sali Berisha betejën për zgjedhjet e 11 maj duhet ta bëjë në kuvend edhe me ata deputet që nuk garuan apo nuk fituan dot në këtë garë elektorale, e që për herë të fundit do shkojnë në parlament. Gjysma e grupit parlamentar aktual të Partisë Demokratike, 21 ligjvënës, nuk u futën në lista ose nuk arritën të fitojnë në shtator, ata nuk do të jenë më deputet. Mbetet për t'u parë se sa prej tyre do të mbështesin Sali Berishën në betejën e tij të re në parlament. Në një kohë që politikanë si Dashnor Sula apo Ferdinand Xhafere tashmë edhe publikisht e kanë bërë përgjegjës kryetarin e Partisë Demokratike për humbjen e opozitës në 11 maj. Stërvitja shumëkombëshe Defender Europe këtë vit nisi zyrtarisht nga Shqipëria. Forcat shqiptare dhe ato të huaja filluan në zbatimin e planeve ushtarake me fokus bashkëpunim mes aleatëve në funksion të rritjes së sigurisë. Këto janë momentet kur forcat armatosura shumëkombëshe nisin stërvitjen e përbashkët në kuadër të Defender Europe për këtë vit. Trupat e forcës toksore shqiptare u nisen nga garnizoni Zallherit drejt qendrës së stërvitjes në Biz, një pikë strategjike për stërvitjen e përbashkët shumëkombëshe. Kjo është një nga fazat më të rëndësishme të stërvitjeve gjatë viteve të fundit në Europë dhe në Afrikë, e cila organizohet në udhëheqjen e komandës evropiane të SBA-s në bashkëpunim me vendet aleate dhe partnerët e NATO-s. Në Defender Europe marrin pjesë 12.000 trupa nga 8 vende. Kjo stërvitje, e cila bëhet për herë të tretë në Shqipëri, ka për qëllim rritjen e ndërveprimit mes forcave të armatosura aleate, forcimin e gatishmërisë ushtarake dhe aftësitë për reagim të shpejtë ndaj kërcenimeve në hapësirën euroatlantike.
Gjatë stërvitjes do të theksohet mbrojtja kolektive alateve me trajnime për mbrojtje në objekteve strategjike, si dhe operacione sulmuese dhe mbrojtëse në pika kyçe. Shqipëria është një nga vendet pritëse kryesore, e cila luan një rol strategjik në garantimin e suksesit të operacioneve dhe zhvillimeve të planifikuara. Ekspertët japin alarmin për mungesën e sigurisë ushqimore që po rrezikon shëndetin e qytetarëve. Duke ju referuar rastit të helmimit të fëmijëve në Gramsh nga salmonela, ata thonë se AKU është inekzistente. Sipas tyre, inspektorët kujtohen kur ndodh skandali i radhës, ndërsa bizneset që hedhin në treg produktet e rrezikshme nuk ndëshkohen. Problemet e vazhdueshme me sigurinë ushqimore, ku më i fundit ishte ai në Gramsh, ku fëmijët e një kopshti u infektuan nga salmonela, por ekspertët tregojnë se autoriteti kombëtar i ushqimit çalon në punën e tij dhe se nuk po inspekton aty ku duhet. Meqense dhe AKU-ja është në një reformim të institucionit, jo vetëm do duhet që të ketë një program ku indikatorët e riskut janë më mirë të vlerësuar, do duhet të ketë më shumë inspektime dhe pastaj të ketë një komunikim më të drejtë me konsumatorit. Ne shikojmë që shpeshherë konsumatori është më mirë të denoncojë nëpër media sesa tek AKU-ja. Helmimi i fëmijëve është në hetim nga prokuroria, ndërsa kodi penal parashikon që ai që importon, prodhon apo shet produkte ushqimore që rrezikojnë shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim deri në 3 vjet. Vënia përballë përgjegjësisë së shkelësve bëhet edhe më e nevojshme për të rritur sigurinë ushqimore në kohën kur jemi në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Aktualisht kapitulli 12, që është ai për sigurinë ushqimore, ka qenë nga ata që ka pasur më pak progres. Të gjitha pikat kufitare duhet të kenë pika të AKU-s dhe nuk mundet që produktet të kalojnë pa certifikimin e inspektorit të AKU-s. Që kjo është diçka. Pastaj ne kemi problematika nëse laboratorët tanë arrin që të bëjnë të gjitha analizat dhe ai kanë kontakte të duhura nëpër laboratoret në shtetet e tjera në mënyrë të tillë që këto analiza të vinë në kohën e dur, në mënyrë të tillë që të gjurmohen produktet dhe të tërhiqen ato dhe të jenë sa më pak të arritshme te konsumatori. Dhe kjo duhet të bëhet në kohë më të shkurtër në të ardhmen, nëse do duhet që të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, dhe prandaj investimet duhet të jenë shumë të mëdha kur vjen puna edhe te laboratorët tanë shtetëror, që një nga ata është ISUV-i. Në prill, Ministra e Bujqësisë Anila Denaj deklaroi se Autoriteti Kombëtar i Ushqimit do të shkrihej dhe se do të unifikohej me Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Akuakulturën. AKU pohon se që pas kësaj deklarate kanë dhënë mendim për propozimin dhe janë në pritje të një përgjigjeje nga Ministria e Bujqësisë. Agjentët e antidrogës kanë arritur të zbërthejnë skemën e trafikut të kanabisit nga Tajlanda pas kapjes së ngarkesës në një valixhe. I arrestuari ka pranuar se ishte pjesë e rrjetit, por ka refuzuar të bashkëpunojë për të treguar emrat e organizatorëve. Dimitër Shehu, 39 vjeçari, arrestuar nga njësia antidroge Tiranës pasi tentoi të trafikonte një valixhe me kanabis sativa me përmbajtje të lartë të THC nga Tajlanda drejt Shqipërisë, ka rrëfyer përpara hetuesve skemën kriminale. Shehu ka pranuar para agjentëve skemën, por ka refuzuar të zbulojë emrat e personave që angazhuan për transportin e lëndës narkotike. Ai deklaroi se ishte pajtuar për një pagesë prej 2 milion lekësh të vjetra për të sjellë valixhe në Tiranë. Referuar dëshmisë së tij, droga ishte dorëzuar në një hotel në Tajland nga një shtetas i huaj. Më pas ai udhëtoi drejt Dubait, ku kaloi pa probleme nga autoritetet vendase. Shehu mbërriti në aeroportin e Rinasit, ku u ndalua menjëherë nga policia. Gjatë kontrollit u konstatua se valixha me drogë nuk kishte mbërritur në Shqipëri pasi ishte ndaluar në Dubai. Fillimisht ndaj 39 vjeçarit u ngrit akuza për trafikim narkotikësh në tentativë, por pas konfirmimit të mbërritjes së valixhes me drogë në vend, akuza u rikualifikuar në trafik të lëndëve narkotike. Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në rrjetin e trafikut ndërkombëtar të drogës. Familjar, kolegë dhe politikanë i dhanë sot lampumirën e fundit Artan Lamës, i cili u nda nga jeta pas një operacioni të vështirë në zemër. Ata vlerësuan kontributin e tij si drejtues i institucioneve të rëndësishme, por edhe si studiues dhe aktivist i palodhur në mbrojtje të trashëgimisë. Historiani e studiuesi i njohur Artan Lame është përcjell për në banesën e fundit. Me duar trokitje, lote kujtime, familjar, miq, kolegë dhe qindra qytetar i dhanë lamtumirën e parakoshme i shkreu të kadastrës, i cili u nda nga jeta në 23 maj pas problemeve shëndetësore të vazhdueshme me zemrën. Të prekur nga humbja e papritur, miqtë e konsiderojnë Lamen si një figurë të pazëvendësueshme për kontributin që i la vendit. Ne sot edhe mendoj jo vetëm shoqëria, por vendi
Kemi humbur një kujdestar të rrallë, unik, të trashëgimisë kulturore dhe historike. Unë nuk jam autoritetin ndoshta absolut për ta thënë këtë, por mendoj që është kështu. Të tjerë shprehen se nga sot Tiranës do t'i mungoj një njeri intelektual me dije të gjithanshme. Tiranës dhe Shqipërisë do t'i mungoj një njeri i ditur. Një njeri që kishte mendim për gjithçka, një njeri patriot, që vetë ofroheshte për kauzat mëdha publike dhe kombëtare, edhe mbi të gjitha vinte në shërbim jo vetëm diturit dhe njohjet e tij unike, por dhe pasionin që kishte Artan Lamja për t'i mbrojtur këto çështje. I japim lamtumirën e fundit një mikut të shqiptarëve, një njeriut me shumë vlera, një shtetdashësi, i cili kontriboi deri në ditën e fundit të jetës së tij. Do ta mbaj gjallë kujtimi i tij, do të mbaj gjallë shokët, bashkëpunëtorët për ta ngritur edhe këtë si thua ëndër të fundit që kishte, që nuk arriti ta realizonte për fat të keq Artan Lamja. Preft në paqe, i lehtë qoftë dhe ori ta mbuloj. Në orën 12 të mesditës, kortezhi u nis drejt varrezave të Sharrës, ku do të prehet Artan Lame. Ai ndërroi jetë në moshën 58 vjeçare në Gjermani, pas një ndërhyrje të vështirë në zemër, nga e cila nuk arriti të rikuperohej. Debatet dhe përplasjet mes konkurrentëve nuk kanë fund në fermën e VIP-ave. Humbja e provës Agajt i ka çuar 5 prej tyre në televotim dhe njëri do të eliminohet gjatë spektaklit të së premtes. Mirëmbrëma gjithëve! Mbrëmja e së hënës solli një tjetër natë të paparashikuar në fermën VIP, spektaklin që po thyen rekorde shikueshmërie në Vision Plus dhe që kanë mbërthyer përpara ekranit shqiptarët kudo ku ndodhen. Prajmi 17 në ndrejtimin e Luana Vjollcës dhe dyshes opinionistëve Zhaku dhe Castro Sizo nuk zhgënjeu askëndëherë ku spikatën tensionet, përplasjet dhe emocionet e forta. Në qendër të vëmendjes ishte përballja e fortë mes fermerëve dhe debatet që kanë bizotëruar gjatë javës. Aratares do me dhënë si e fare këtu. Ester Allushi, e cila për të dytën herë mban titullin e kryefermeres, është vënë në qendër të kritikave jo vetëm nga banorët, por edhe nga opinionistët. Kryefermeria më e dobët e gjithë kohrave. Menaxhimi i buxhetit të ulët të javës ka ndesur përplasje të forta, veçanërisht mes Esterit dhe Erandit. Ndërkohë sfida javore ndau fermerët në 2 grupe. Një sprov shpejtësie, shkathësie dhe durimi që sigurisht pati pasoja për grupin humbës. Elinara, Andueli, Erandi dhe Big Basta, të cilët nuk arritën të realizonin me sukses sfidën, kaluan automatikisht në televotim për eliminim. Në këtë listë nuk mungon as Frederik Ndoci, tashmë një i nominuar i përhershëm i fermës. Janë 5 element të gjithë të fortë. Me zhvillime që sa vine bëhen më të tensionuara, ferma VIP 2 vazhdon të jetë temë nxehtë diskutimesh në rrjetet sociale dhe jo vetëm. Të gjitha dinamikat e fundit mund t'i ndiqni live në platformën Tring, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në Vision Plus. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.